Atëherë, për ta nisur shkurt, doja të flisnim për gjendjen aktuale të punonjësve në Shqipëri dhe sfidat kryesore që ata përballen. Sipas një raporti, 30% e punonjësve shqiptar nuk e shtyn dot muajin me pagat që marrin. Zoti Nikolaj, si vlerësoni sot gjendjen e punonjësve në Shqipëri? Sigurisht që s'pa ju falenderoj mediat tuaja, e cila intereson sot në kuadër të një muaji që atita solidaritet të punëtorëve. Dhe Konfederata e Sindikatave të tipës ka shpallë proteste dhe përpiqet që ta injektojnë që shoqërinë që një muaj nuk është fest, por është protest. Është një ditë ku sindikatët që të botën artikulojnë kërkesat, ankesat, kërkojnë të drejtat e tyre të mohura. Dhe sigurisht që nuk duhet vetëm me një muaj, duhet të procesojmë gjatë gjithë ditës, duhet të jemi gjatë gjithë kohës në kontakt me antarët, me punëtorët, me qeverinë, me punëdhënësit, por dita e një muaj duke qenë ditë simbole e cila utilizohet gjithë botën për përkujtu problemet e punës, sigurisht dhe Konfederata sot të organizojë një protestë para kryeministerisë. Që është e vërteta problemi i situatës punëtorëve shqiptarë, marrëdhënieve të punës në Shqipëri vazhdon të jetë problematike. Është pothuajse një pasqyrë e gjendjes sociale, ekonomike dhe politike që ka Shqipëria, sepse ne jemi produkt i kësaj shoqërie. Dhe normalisht sindikatat ndoshta janë ato që duhet të iniciojnë, të marrin iniciativën, sepse janë përfaqësuese të ligjore, janë përfaqësuese të punëtorëve, janë avokatë të tyre, janë të besuarit e punëtorëve, po janë dhe të mandaturit e punëtorëve për të njohur problemet e tyre. Normalisht në Shqipëri situata është, po të shohim si çështja e kotës ose gjysmë plot, gjysmë bosh. Realisht pavarësisht përpjekjeve që janë për të vitit e fundit përsa i përket problemit të rritjes të pagave, e cila është një rritje e dyshimt, sepse nëse nuk do të kemi rritje produktiviteti, rritja e pagave po do të mbledhur, sepse në xhepin e punëtorëve nuk shon asnjë ardhmë. Ka një diskordancë përsëri në rritjen e pagave ndërmjet sektorit publik dhe privat. Në gjithë botën pagat e sektorit privat tërheqin rritjen e pagave, jo sektori publik. Në Shqipëri ndodhet kundërta. Ne përqata pagat në sektorin publik sesa në sektorin privat. Nuk është vetëm çështja e pagave, problemet tjera janë çështja e sigurisë së shëndetit punë, e cila është një situatë alarmante. Ne kemi një inspektorat pune tërësisht jashtë funksionit të tij, ashtu në OJF ose në një rudiment. Kemi vetëm vitin që kaloi 48 jetë të humbura, që janë shuar 48 familje, është një gjallë e madhe, ka shumë në një vit përpara që ishte 33. Ne duhet të shënojmë 0 aksidente me humbje jetën punë, jo 48 për një vit në një shtet vogël si Shqipëria, cila ka 700.000 punësuar. Qartë. Zoti Nikolaj, po ju a keni ndonjë sugjerim konkret se si mund të përmirësohet kjo situatë dhe sipas jush ne nuk shpikim rrotën, është ajo që zhvillohet në gjithë botën e qytetëruar, në gjithë Europën perëndimore. Duhet vendosen ura bashkëpunimi ndërmjet qeverisë, sindikatave dhe punëtorëve, tre palë së bashku, duhet tulen, duhet negociojnë, duhet bisedojnë, duhet të rrinë me net të tëra pa gjumë se si të zgjidhen situatat, çfarë alternativa është të aprojnë, kush është alternativa më e mirë për rastin konkret të Shqipërisë dhe si mund të implementojmë këto suksese. Kështu që ne mendojmë që vetëm dialogu social është çelësi i suksesit. Konsensusi social, konsensusi shoqëror, për të arritur në përfundime pozitive dhe për të pasur rezultate. Në një kohë kur qeveria punon për hesapin e vet, sindikatët punojnë për hesapin e vet, dhe punonësit për hesapin e vet, atëherë po ta kapim në aspektin e fizikës, do të tre vektorë të heqin në mënyra të ndryshme dhe rezultati janë zero. Duhet që të tre së bashku të heqim një drejtim që të kemi një sukses. Kështu që nëse s'ka dialog, nëse s'ka bashkëpunim, nëse s'ka konsensus, nëse nuk ulen palët në tavolinë, nuk ulen në debat, por thjesht secili arrin në llogarin e vet, atëherë ne jemi një kopje e shëmtuar e imitimit të politikës shqiptare konfliktuale, e cila ka vite që vazhdon dhe po ban peng zhvillimin ekonomik e social e shoqëror të vendit. E qartë, cilat janë sipas jush problemet më urgjente në tregun e punës dhe cilët janë sektorët ku punëtorët janë më të pambrojtur?
Spari duhet që tregu i punës të jetë fleksibël, të jetë një treg pune formal. Vazhdo të kemi probleme me formalizimin e tij. Masanej është problemi i raporti i kërkesës dhe ofertës, kualifikimit dhe trajnimit profesional, pavarësisht nga puna mirë që ka po Aqua, vazhdo të ketë probleme, sepse shumë nga punëtorët nuk arrin do të përshtaten zhvillimeve të shpejta, ndryshimeve teknologjike, ekonomisë digjitale, budget dhe IT-s në përdorim punës nga shtëpia me radhë, punëtorët janë të papërgatitur. Kështu që duhet t'i kushtohet një anësi shumë e madhe çështjes së kualifikimit të trajnimit që punëtori mos ketë vetëm një profesion, të jetë i përshtatur për të jetë i gatshëm për të përshtatur në profesione të reja, në teknologji të reja, në IT e me radhë. Problemi tjetër është çështja e pagave. Pagat vazhdojnë të jenë duke në rajon, pavarësisht nga propaganda madhe elektorale që bën qeveria. Realisht pagat janë më të ulta në rajon, sepse këto lidhen me rendimentin, edhe rendimentin e punës e kemi ndër më të ultin. Pastaj ka të bëjë me kushtet e punës, duhet të rregulojmë kushtet e punës, sepse mund të thosh punëtorin që punon te orë, realizon të normë, por çfarë i ke ofruar? I ke ofruar kushte pune, i ke ofruar standarde. Kështu që janë shumë probleme të cilat qalën në tregun e punës dhe më një problem tjetër i cili po del të kohët e fundit është problemi i punëtorëve të huaj. Po futen shumë punëtorë të huaj në Shqipëri, rëndon çështja pa dogan. Ata mund të vinë në Shqipëri, mund të punojnë, por duhet të jenë kushtet barabarta me punëtorë shqiptar. Sklaverohen, të marrin me orë të bëra puna apo të vënë për kapanojnë nga 6 apo 10 veta për paguara treni. E qartë, por a respektojnë realisht të drejtat e punëtorëve në praktikë? Realisht jo. Që të jemi korrekt, qeveria bën shumë pak në këtë drejtim. Ndoshta edhe shqetësimi i Ministerisë të Punës, ndoshta edhe licitacioni i punës, i cili tashmë bën licitacion i vjetruar, ka vite që nuk kemi ndryshime të reja dhe nuk kemi difuzione të konventave të Bashkimit Evropian apo standardeve të ILO-s në licitacionin shqiptar. Janë shumë probleme të cilat pengojnë ecën përpara të tregut të punës për ta bërë ata fleksibël, për ta bërë të shtërdiell, për ta bërë funksional, për ta bërë në shërbim të punëtorëve, por edhe të punëfallësve, sepse ne jemi dy pjesë të medaljes, nuk është problemi që sindikatat kërkojnë vetëm pjesë të punëtorëve. Investimi ke kapitalin njerëzor është investim shumë i rëndësishëm dhe për biznesin, sepse do të ketë sa më pak pengesa, do të ketë sa më shumë rendiment dhe do të ketë sa më shumë fitime. Kështu që duhen pa gjëra kompleks. Ne nuk duhet të kemi ke para që duhet bashkëpunojmë të tre palë. Ne nuk duhet që secila pjesë ta shohë në llogarin e vet, vetëm pjesë kanë shikimin vetëm për sindikatat apo vetëm për biznesin apo vetëm për qeverinë. Duhet të tre palë së bashku, bëjmë një lashtë për bashkët, i cili të rezistojë konkurrencës, sepse ne duke hap negociata, duke pranuar Bashkimin Evropian, do të kemi një konkurrencë të jashtëzakonshme, shumë biznese do mbyllen, do të kapin standardet, shumë punëtorë do ngelin pa punë, por do të kemi dhënën tjetër që punëtorët janë të lirë, lëvizja kapitulli 19, lëvizja e lirë e punëtorëve, shumë punëtorë si janë larguar të vitit e fundit, do vazhdojnë fatkeqësisht largohen nga Shqipëria. Ne kemi një fenomen që po largohet truri, po largohet intelektual, po largohet rinia, dhe fatkeqësisht fuqia punëtore për plagën, por rrugosët dhe biznesi ndoshta nuk është aq inteligjent për ta kuptuar këtë më njëherë. Nëse ai do ta kuptojë, do jetë desër para një problemi vjet të madh, sepse do të ketë punëtor të kualifikuar dhe do të mbyllet vendi i punës. Qartë, zoti Nikolaj, duke u ndalur te ky fenomen, pse po largohen kaq shumë të rinj nga tregu i punës? A ka dështuar politika e punësimit në Shqipëri? Nuk është vetëm çështja e punësimit. Ne e kemi studiuar me vëmendje në Konfederatë e Sindikatave, ne kemi një qendër trajnimit të kualifikimit sindikal, kemi një institut të kërkimeve me akademik, me profesor, me aktivist. Realisht problemi është më i gjerë se sa vetëm dështimi në tregun e punës. Problemi është ke mirëqeverisja, s'paj duhet kemi mirëqeverisje, duhet që qytetarët, sepse ata punëtorë që largohen janë qytetarë. Duhet që qytetarët të kenë besim ke politika, ke mirëqeverisja, ke situata e stabilitetit ekonomik e financiar të vendit. Dhe pastaj vjen çështja e shërbimeve publike. Një pjesë ne kemi probleme të jashtëzakonshme me arsimin. Ne kemi një sistem arsimor i cili po degradon. Ne kemi një sistem shëndetësor mjaft problematik, i cili vetëm që nuk ka pranë mjeksi falas siç është pretenduar,
por nuk afron në zonat rurale, nuk ka mjekësi fare. Në zonat urbane mjekësia shifret si biznes, jo si shërbim ndaj qytetarëve. Pastaj çështjet e transportit urban, çështjet e furnizimit me ujë, me energji elektrike, janë shumë probleme të cilësisë jetesës, të cilat nuk realizohen. Dhe pjesa e rinisë, e cila është pjesa më inteligjente, sepse falë edhe moshës dhe teknologjisë dhe probleme të reja që janë fut në shkencë sot, ata janë të përgatitur për punuar këto, nuk punojnë në një Shqipëri që është problematike, që nuk gjen mjek, nuk gjen mësues, nuk shkollon fëmijë, nuk ke shërbim urban, nuk ke tramvaj, nuk ke tren, nuk ke shërbim publik. Kështu që ne vendin botë që kemi vetëm shërbimin taksi, di që taksit masin kokën me pe. Zoti Nikolaj, për ta përmbyllur, sa të forta janë sot sindikatat në Shqipëri dhe a funksionojnë realisht sindikatat dhe si u përgjigjoni akuzave nëse ato janë të korruptuara dhe shpesh janë më shumë në anën e punëdhënësit se sa punëmarrësit? Kjo është një pyetje $1.000, e cila është një temë vetë. Realisht që asnjë qeveri e sindikatat nuk interesojnë. Dhe kjo qeveri nuk ka qenë dashamirëse me sindikatat. Vetë kryeministja ka thuar që në Shqipëri nuk ka sindikata me investitor të ujë, por problemi qëndron sepse qeveria nuk u krijon shtratin ligjor sindikatave. Ne nuk kemi një ligj sot në Shqipëri për sindikatat, për përfaqësimin sindikal, për votimin sindikal, do vidhen votat e partive politike, ju shikoni se çfarë po bëjnë partitë kryesore në opozicion apo në pushtet me zgjedhjet në demokracinë e brendshme. Për sindikatat as nuk flitet për votim sindikal. Nëse ne nuk do të kemi votim sindikal, nuk do të kemi përfaqësim sindikal në përputhje me standardet e ILO-s, në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian, kush sindikat është shkallë kombëtare, kush është sindikat në shkallë profesionale, kush është sindikat në shkallë ndërmarrje apo institucioni, kontrata kolektive tip në shkallë kombëtare për profesionet, në shkallë kombëtare me konfederatat kryesore, qeveria, gjithë qeveri bëjnë kontrata 2 apo 3 vjeçare me sindikatat kryesore, masë këto shtrinë efektin këtë gjithë punësorit. Në Shqipëri nuk ekziston një praktike të tillë, nuk ekziston një legislacion të tillë dhe qeveria është mjaftuar duke i lënë sindikatat që të binë në rënje të lirë. Duke janë në rënje të lirë, sigurisht ato masani kanë fragmentarizim, kanë korrupsion, kanë mos interes, kanë mos besim, kanë një imazh publik të dobët, janë të përqara, fragmentarizuara, nuk bashkëpunojnë. Sot ishte e trisht në të njëjtën orë në Tiranë kishte 3 protesta në 3 vende të ndryshme organizuar nga sindikata dhe pseudosindikata. Tani, ne si Konfederata Sindikata, e cila bashkon 10 federata profesioni, kanë një shtirje në tërë gjeografinë e Shqipërisë dhe mbulon çdo profesionet, ne do të thirrë që të bashkohemi gjithë bashku përpara kryeministrisë dhe të artikulojmë kryeministit kërkesat tona që kemi në kuadrin timor. Një pjesë protestoshin përpara bibliotekës kombëtare në listë aty ku kanë turista, një pjesë protestoshin përpara Ministrisë së Ekonomisë, Ministria ishte mbyllur dhe ishte në pushimi. Kështu që kush të kapi problemin më e parë, si çështja e Big Brotherit. Realisht është fatkeqësi. Sindikatat duhet të jenë gjithë së bashku, duhet të bashkëpunojnë, duhet të koordinojnë aktivitetin. Masani vetë punëtorët e përcaktojnë se kush është sindikata më e besuar. Por kjo realizohet nëse do të ketë votim sindikal, do të ketë listë për profesorshmërinë dhe pasani situata qartësohet. Realisht qeveria si Levardisë të ketë një situatë të turbull dhe vazhdon fatkeqësisht që ta marrë këtë situatë të turbull dhe sindikatat janë të përqara dhe fragmentarizuara, pse jo dhe të politizuara. Ne kemi sindikata që bashkohen me partitë politike në fakt zgjedhje, dalin për fushata, kemi sindikata që kryetarët e tyre kanë qenë kandidat për deputet në zonën caktuara. Këto janë pseudo-sindikata, janë kryetarët e një bulqet, por apo imazhin e sindikatës së ulët, se emri është një lloj. Si për një sindikat, si konfederata, si për një sindikat tjetër që ka 5 anëtar apo 20 anëtar. Dhe një pyetje të fundit, zoti Nikolaj, a mendoni se ato që ju i quani pseudo-sindikata janë krijuar si pasojë boshllëqeve që kanë lënë sindikatat tradicionale në përfaqësimin e punonjësve? Jo, nuk jam shumë dakord, sepse boshllëqet mund të krijohen me aktivitet, nuk mund të krijohen me krijim sindikatash informale. Mund të krijohen me aktivitet. Duhet të jesh pjesë e sindikatës, të ushtrosh aktivitet dhe të luftosh nga brenda, sigurisht
ti nënshtrosh zgjedhje, ti nënshtrosh demokracisë brendshme, demokracisë përfaqësuese që ka sindikatat, dhe nuk është nevojë që të ketë 140 sindikata në Shqipëri. Kjo është absurditet. Të vinë, unë kam pasur të gjithë sindikatët, vinë konfederatët e sindikatave, bëhen pjesë e saj, ta ushtrojnë në mënyrë të lirë sovranitetin e tyre, të zgjidhen, dhe asnjë gjatë keqe s'ka. Po jo të ketë sindikata paralele, sindikat për mësuesit të ketë konfederata, sindikat për mësuesit të ketë sindikata pavarur, sindikat për mësuesit të ketë ajo federata e famshme 90 vjeçare që është e pavarur, sindikat tjetër një mësuese tjetër, do të thënë fatkeqësi për sindikatat. Duhet të ketë një sindikat arsimtarësh, një sindikat policisë shëndetësore, një sindikat administracione publike, një sindikat shërbim policore, një sindikat të industrisë, një sindikat industrisë lehtë të tekstileve, fasoneve. Do të thënë, basa ne brenda për brenda sindikatat të kenë demokracinë brendshme, të votojnë, të zgjedhin, të abrogojnë, të kundërshtojnë. Kjo është pjesë e demokracisë. Zoti Nikolaj, duhet të përmend vetëm 20 sekonda. Është një përvojë shkëlqyer e Greqisë. Javën që kaloi kishte kongresin Konfederata Greke. Kishte rryma komuniste ishte më fuqishme, por ama duhet pranu. Sepse Greqia ka pas shumë probleme me Bashkimin Evropian, dhe rryma komuniste kishte fituar terren të jashtëzakonshëm. Por edhe rryma tjera, rryma liberale, rryma djathtë, rryma më të bëna probleme në sindikate, por kur që të fragmentarizohet, marrësh bulën në xhep dhe dalësh të kryesh një sindikat se një drejtor apo një kryetar bashkie. Kjo nuk vetëm Shqipëri, që gjithë del në pension dhe nëse statuti i sindikatës thotë që kur del në pension nuk ke drejt të zgjidhesh, po mirë thotë se kam kryetarin e bashkisë, shoku dalë për sindikatën me Ujselsin apo dalë për sindikatën me ministrin e arsimit, sepse unë kam punuar diku pedagog dhe e njoh ministrin. Kjo nuk vetëm Shqipëri.